Sakrifikimi si burim i forcës dhe i pushtetit. Shkaku i dytë i dobësive tona sipas Muhamedit alayhis salam është frika ndaj vdekjes, respektivisht mosgatishmëria e individit në sakrifikimin e pasurisë, të jetës dhe të vlerave të tjera që posedojmë. Mirëpo, pikërisht kjo gatishmëri është burimi i forcës, madje është kulmi i saj. Nga këtu vjen ndryshimi i vetvetes, i rrethit, vendit, por edhe ndryshimi i botës. Sot perëndimi është i fortë jo për shkak të tij, por për shkak të ndihmesës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. SBA e shpëtuan disa herë Europën, në luftën e parë botërore më 1918, në luftën e dytë botërore më 1944 dhe në luftën e ftohtë pas luftës së dytë botërore. Por përse SBA-ja e jo Franca apo Anglia? Përse Evropën ta shpëtoi SBA-ja? Anketat e bora tregojnë se amerikanët janë më të përpikt në këtë çështje dhe janë më sakrifikues. Madje, këtë SBA e dëshmuan dhe në luftën e Kosovës kundër Serbisë, kur asnjë amerikan nuk e humbi jetën. Kjo ndodhi para së gjithash sepse ata e studiuan problemin mirë dhe mbrojtën vlerat e tyre. Kështu ndodhi dikur edhe me muslimanët. Ata vlerësuan veten, punuan dhe përparuan. Perandoria persiane, njërë ndër perandoritë më kohëgjate, muslimanët e rrënuan për disa vjet. Sad ibn Abi Waqasi i shkroi ushtarakut persian shefit të tyre: "Nëse nuk dorëzoheni, nesër në mëngjes do të vi me ushtrim, për të cilën vdekja është më e dashur se sa jeta." Muslimanët e sotëm janë ndryshe, janë përtac, apatik, të pashpresë dhe jo të gjallë e aktiv. Pikërisht kjo gjendje i ka kapluar muslimanët e Ballkanit, e sidomos ata të trojeve shqiptare. Pasiviteti, anemia, mosvullneti, dëshprimi, pesimizmi, pashpresa, depresioni i përgjithshëm e të tjera. Të gjitha shtresat vajtojnë për gjendjen e mirë, duke pranuar se gjendja vërtet është e vështirë. Mirë po, përsëritja e vazhdueshme e gjendjes nuk e përmirëson gjendjen e rëndë. Populli duhet t'i hap dritarët e shpresës dhe të optimizmit. Kjo është kusht që gjendja të fillojë të ndryshojë. Prindërit nuk bën të fillojnë të vajtojnë gjendjen e fëmijëve, nxënësve, ende pa filluar sezonin shkollor, me akuzën e dominimit të korrupsionit ndër profesorët e nënpunësit, dhe se pa pagesë nuk mund të kalohet më tej. Nëse fëmia, nxënësi, ka përkrahjen e prindit në mospunën e tij, shumë shpejt nxënësi apo studenti do të ndalet para problemeve të mësimit. Qoftë gjendje në shoqëri edhe krejt kështu si klitin disa prindër, nxënësi nuk duhet ta ndalë kjo, por duhet të mësojë dhe megjithatë të arrijë përpara. Aty ku nuk ka dritë, ka terr. Aty ku nuk ka dritare, ka mur. Ky terr mund të hiqet vetëm duke ndezur drita, sado të vogla qofshin ato. Më mirë pak dritë se as pak dritë. Më mirë pak mësim se sa fare mësim. Më mirë pak mirë se sa as pak mirë. Por duhet aprovuar pjesërisht edhe justifikimet e pesimistëve dhe të pashpresëve. Ka një farë arsye për pesimizëm, sepse fati i muslimanëve në Ballkan ka qenë i tillë që çdo 2-3 dekada ka pësuar tragjedi të vërtetë, fizike dhe shpirtërore. Kanë vdekur më të afërmit, janë rrënuar shtëpitë, fabrikat, janë dëmtuar rrugët, kanë ngordhur bagëtia, janë prishur shkollat, janë vrarë fëmija. Këto janë justifikime, por zia nuk mbahet për gjithmonë. Është fakt se bota normale ndërton shtëpi nga themeli çdo 50-70 vjet, kurse ne në tokat shqiptare ndërtojmë çdo 20-30 vjet, jo për shkak të frymës për risi e të salltanetit, po për shkak të dhunës, shkatërimit, djegjes kristiane ndaj tyre për çdo 2-3 dekada. Edhe pse këto justifikime qëndrojnë, ne nuk mund të fusim kokën në thesë e të stagnojmë. Ne duhet të marrim përvoja pozitive nga të tjerët dhe të fillojmë të mendojmë dhe krijojmë pozitivisht vlera shpirtërore dhe materiale. Pasiviteti si trashëgimi. Pasiviteti dhe letargjia e muslimanëve në trojet shqiptare është vështirë të analizohet me sukses pas studim të gjithanshëm.
por disa tregues megjithatë janë të dukshme. Pasiviteti i pranishëm është trashëgimi nga jeta e kaluar dhe mënyra robëruese e jetës. Mendja e tyre për një kohë të gjatë ka qenë e robëruar. Bindjet e huaja të imponuara atyre si të vetma të drejta kanë bërë që truri ballkanik dhe shqiptar të mendoj vetëm negativisht dhe me prirje të mbes i robëruar. Ky është problem i rënd psikologjik, por rrugdalje duhet të ketë dhe ka. Shqiptarët sikurse edhe bosnjakët janë mësuar që të tjerët të mendojnë për ta, t'u avullosin fatin e tyre dhe nuk pretendojnë dhe nuk përpiqen të gjejnë rrugdalje autoktone të tyre. Edhe sot, kur shpresat të vendosin së paku pjesërisht vetë, së paku në disa segmente, ata sërish syt i hapin tashmë jo shumë nga Beogradi, por nga Washingtoni e Brukseli. Më shumë ju intereson mendimi i Moskës se sa mendimi i tyre. Kjo do të thotë që nëse ne bëhemi subjekt, duke u imponuar si faktor relevant, padyshim do të arrijmë ta amortizojmë goditjen e fuqishme nga jashtë. Nëse jo, dhe të imponojmë zgjidhje më fatlume apo krejt fatlume. Ta kujtojmë forcën e vogël dhe të re muslimane, aktive dhe mobile, të besueshme dhe optimiste, përballë një perandërie disa mija vjeçare persiane, por anemike, apatike, e mësuar në luks edhe shfreni. Ndryshimi i vetdijes dhe shprehive. Shprehit, traditat, doket nuk eliminohen me vjetërsi e lashtësi, me kalimin e kohës, por përkundrazi shprehit forcohen, rezistojnë më fuqishëm sa më të vjetra që janë. Ndaj, ndërrimi dhe ndryshimi i tyre është shumë i rëndë edhe më kompleks. Për këtë arsye njeriu tradicional do të gjejë dhjetra arsyetime vetëm e vetëm që të qëndrojë edhe më tutje në pozitat e mëhershme. Ata mos angazhimin e tyre e arsyetojnë me forcën e madhe të armikut, me rrethanat e pafavorshme botërore, por harrojnë se në tërë këtë konglomerat rrethanash ka hapësirë dhe potencial edhe për veprimin e tyre. Këto janë kompetencat në komuna, institucionet arsimore e shëndetësore, të individi dhe grupi. Ato varen shumë pak nga të huajt e shumë më tepër nga ne. Këtu jemi fajtor ne, nënpunësit e profesorët e këqin, studentët portac e punëtorët indiferent. Prodhimi i ullet në prodhim dhe rrugët e mos mirëmbajtura, vjedhja e pronarit me vonesa, mos punësimi apo vjedhja materiale. Pra, nëse nuk mund të ndërrojmë rezolutën 1244, ne mund të ndërrojmë shprehin tonë dhe nga pozita portace të bëhemi të zellshëm, nga mitmarrës në punëtor të ndershëm, nga student apatik në student mobil, nga kryetar komune i korruptuar në kryetar që ka sens për problemet e qytetarëve të tij. Pse jo? Mund të japim kontribut edhe në problemet më madhore, në ato të së ardhmes së vendit, të sistemit politik e ekonomik, të zhvillimit kulturor e tjerë. Nëse nuk kemi fuqi të bëjmë ndryshime më të mëdha, atëherë t'i lutemi Zotit për ndihmë. Zoti do të ndihmoj sikurse e ndihmoi Kosovën kundrejt Miloševićit. Madje e hodhi në burg. Madje vet ai ja morri vetës jetën në mënyrën më të poshtër. Zoti e dërgoi Clintonin dhe Clarkun kundrejt Miloševićit dhe Sheshelit. Zoti bëri që vetë serbët ata t'i dërgojnë në burgun e Hagës, pikërisht në festën e Vidovdanit. Ashtu ndodhi edhe me Bashkimin Sovjetik. Nga një fuqi e madhe me forcë ushtarake dhe njerëzore të paimagjinueshme, u rrëzua si një kullë prej letre, duke mos e sulmuar askush, asnjë armik. Zoti e dërgoi shembjen nga brenda që të përmirësojë gjendjen e rajonit. Njëjtë është edhe me qytetin e Jerusalemit. Atë në shekullin 11-12 e pushtuan kristianët dhe e mbajtën rreth 80 vjet të pushtuar. Derdhën gjak, dhunuan, shkatërruan, dëbuan muslimanët. Kur nuk kishte shpresa, kur Jerusalemi ishte shndërruar në qerdhe kristiane, Zoti e dërgoi Selahuddin Ejubin, i cili e çliroi qytetin për 800 vitet e ardhshme, e bëri qytet të prosperitetit, të paqes dhe të bashkëtesës. Ai nuk u hakmor, sikur ndodh sot, në botën aktuale të demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Pra ne ta bëjmë punën tonë,
e t'ja lëmë Zotit pjesën tjetër të cilën ne nuk kemi mundësi ta bëjmë. Ai këtë na ka thënë se do të bëhemi krenar e të fuqishëm atëherë kur të bëhemi krijesa të tij të mira. Ai thot në Kur'anin famëlar: ne shënuam në Zebur pas Tevratit që tokën do ta trashëgojnë robërit e mi të mirë. Kaptina El Enbiya, ajeti 105. Ky është premtim i Zotit dhe ne si musliman duhet ta besojmë pa mëdyshje, por duhet të ndryshojmë disa shprehi të dëmshme në dritën e porosisë hyjnore. Allahu i Madhërisht thot: me të vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk e ndryshojnë veten e tyre. Kaptina Er-Rad, ajeti 11. Dhe gjithashtu thot: kjo ndodh se Allahu nuk e ndryshon kurrë një mirësi që ja ka dhënë një populli, derisa ata të ndryshojnë atë që kanë në veten e tyre. Vërtet Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Kaptina El-Enfal, ajeti 53. Pra duhet ndezur drita, duhet ndërtuar optimizëm e jo terrë e pesimizëm. Duhet të merremi me rrugën, me tregun, me mediumet dhe programet e tyre antimuslimane. Pse nuk reagojmë si qytetarë kundër mediumeve elektronike dhe të shkruara, për cilësinë e programit, për qëndrimin e tyre antimusliman, kurse paguhen nga taksat tona apo nga reklamat tona? Pse në përqendrat botërore ka anekse për jogist, për meditime, por edhe për lutje të muslimanëve, kurse në spitalet tona, në fakultetet tona, në zyrat tona shtetërore në gjë e tillë quhet talibaniste, anakronike? Deri kur do të tregohemi më katolik se papa? Deri kur si politikan do të tregojmë se ne nuk jemi musliman, kurse vetë George Bushi na quan me plot gojën musliman? Muslimanët duhet ta ndërrojnë shprehinë e tyre, duhet të lëvizin nga status quo-ja. Nëse Ebu Hanife e vizitoi Qabën 50 e disa herë për qëllime mësimi e shkence, nëse Imam Maturidiu e vizitoi Basrën rreth 20 herë për qëllime mësimi, nëse Buhariu disa herë e vizitoi botën muslimane për të mësuar, apo si janë përgatitur para betejës së Bedrit apo të Hendekut, atëherë çka bëjmë ne sot? Kanë punuar ato dhe i janë lutur Zotit: të mbështetëm ty o Zot nga brenga dhe dëshprimi, të mbështetëm ty o Zot nga pafuqia dhe përtatësia, të mbështetëm ty o Zot nga kopratësia, të mbështetëm ty nga borxhet dhe nga ajo që për mua është që të vendosin të tjerët. Çfarë lutje e mirë për ne shqiptarët që presim që çdo gjë të na vijë në pjatë. Me të drejtë do të thoni: si arriti Perëndimi të sundoj meqense nuk e don Zotin dhe fenë, ose fare pak e respekton Zotin dhe fenë. Në këtë do të na ndihmojë përgjigjja e Ibn Haldunit. Ai thotë se sistemi më i mirë është sistemi shtetëror sipas vullnetit të Zotit, sheriatit. Pastaj vjen sistemi shtetëror i rregulluar sipas arsyes njerëzore, kurse më i keqi është sistemi shtetëror i rregulluar sipas hamendjes, pasionit dhe epshit, sistemi i kaosit. Nëse nuk ekziston ligji sipas Zotit, që është rast në Perëndim, atëherë duhet ndjekur atë sipas mendjes. Këtë parim padyshim e ka përvetësuar Perëndimi, sistemi shtetëror të rregulluar sipas arsyes njerëzore, dhe rezultati është sundon me botën. Ligjet jashtë vendeve të Perëndimit nuk janë ligje të Zotit, as ligje sipas arsyes njerëzore, por kryesisht janë ligje të pasionit dhe epshit, të aventurave dhe interesave të ngushta. Ndaj edhe këta popull janë të sunduar dhe të poshtruar, të eksploatuar dhe të shkelur nga sunduesit e tyre. Të marrim mësim nga pësimi, të marrim mësim nëse dëshirojmë të ndërrojmë gjendjen në rajon, në Kosovë, në qytet, lagje, shtëpi dhe të vetë individi. Allahu i Madhërisht thotë: me të vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk e ndryshojnë veten e tyre. Kaptina Er-Rad, ajeti 11.